Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka prezantuar platformën Kabineti i hapur, përmes të cilit, siç sqaroi Aliu, qytetarët do të mund të caktojnë takime direkte me të për të diskutuar për vështirësitë dhe mangësitë, po edhe sfidat në përgjithësi të shëndetësisë. Tha se përmes kësaj metode, qytetarët do të kenë hapësirë të flasin direkt me vetë ministrin për problemet dhe njoftoi se terminet e para veçmë janë rezervuar. Tha se takimet me qytetarët do t'i realizojë çdo të premte. Përmes mjetit Kabineti i hapur, çdo qytetar mund të caktojë takim të drejt për drejt me mua, çdo të premte, pa bariera dhe pa burokraci. Sy më sy, takim njerëzor, me respekt, me përgjegjësi dhe gatishmëri për të gjetur zgjidhje konkrete, do të jemi aty. Tani më terminet e para janë të rezervuara. Kjo është dëshmi se qytetarët kanë çfarë të thuan dhe më në fund po gjejnë hapësirë kush mund t'i dëgjon. Deklaroi se në shëndetësi ka plot sfida, por njoftoi se janë marrë disa masa dhe përmes pyetësorëve të dërguar në për të gjitha institucionet shëndetësore do të zbulojnë sfidat më të mëdha me të cilat përmballen punonjësit. Ju e dini që unë përveç në kabinet dhe takime me qytetarët dhe me kolegët, kam takime edhe në teren me mjekët dhe drejtorët e qendrave, ku shohim edhe në aspekt të infrastrukturës ku duhet të investohet edhe të bëjmë një dinamik me prioritete për investim. Ndryshe, Azir Aliu në pozitën e ministrit të shëndetësisë erdhi si zëvendësues i Arben Taravarit, i cili muaj më parë lëshoi pozitën dhe qeverinë. Ndër vendimet e para të Aliut është kontraktimi 300 vend parkimeve për stafin mjekësor në një parking privat afër qendrës klinike Nën Tereza. Kujtojmë se në përbërjen e kaluar qeveritare, Azir Aliu ka mbajtur pozitën e ministrit të administratës dhe transformimit digjital.